Na vjen Fitër Bajrami, po ne plot kishim desh me zgatë me mund. Mos e keq kuptar, se ka qenë shumë i begatshëm. Kem gëzim edhe kemi edhe që na shkoj, edhe kem gëzim që vjen Bajrami. Mes lutjeve të fundit, zërave të teravis dhe iftareve të fundit që po shuhen një nga një, Ramazani po largohet, duke lënë pas një ndjenjë që nuk përshkruhet lehtë, mall për atë që po ikën dhe gëzim për atë që po vije. Në këtë fund të muajit të bekuar, besimtarët tregojnë se Ramazani këtë vit ka qenë më shumë se një obligim, një kohë bashkimi, qetësie dhe reflektimi. 72 vjeçari Fahri Siçani nga Prishtina thotë se ky muaj i ka sjellë përjetime të veçanta shpirtërore. Pak ish zbrazët, mos na keq kuptoni. Kena përjetuar një muaj të mirë, një muaj të begatshëm, inshallah Allah edhe na ka ndihmuar me gjithë shokët, sidomos me hoxhallar dhe sen. Çdo dytë natën kena pas gati bajs edhe lexim Kur'anit. Apo ndryshe çdo mbrëmje i mojt edhe travit. Travit kanë qenë një përjetim tjetër i joni. Po shka me boj edhe puni, si çdo fillim që ka fillimin, ka edhe punë. Pas ditëve të para të përshtatjes, Ramazani bëhet pjesë e përditshmërisë dhe përjetohet më thellë, ndërsa fundi sjell edhe reflektim. Faza e parë është fillimi i Ramazanit, një herë të sot adaptohemi, si me thonë. Kurse 10 ditë që dytë është stabilizimi dhe përjetimet veçanisit. Kurse fundi është më i dhimbshëm. Ty menu që a do të përjetojmë Ramazanin tjetër, a do të kemi jetë. Ai thotë se do të kishte dëshirë që ky muaj i Ramazanit të zgjaste edhe më shumë. Na vjen Fitër Bajrami, po ne plot kishim desh me zgatë me mund. Mos e keq kuptar, se ka qenë shumë i begatshëm. Ka qenë i mirë, kena pas një harmoninë mes veti, sidomos ne më shumë jena të kënaqur që pishom edhe trit për mas. Ajo është një kënaqësi e veçantë. Bajrami është fitore e unë, dita që do të kremtojmë edhe do të kënaqemi që patëm ymër e emrit në Ramazan. Edhe për 78 vjeçarin Jashar Krasniqi, ky Ramazan ka qenë i lehtë dhe i mbushur me gjallëri. Ramazan i lehtë, flad, mirë, dhor Zoti edhe rini kanë ardhur shumë, plot xhamiat, se përpara atëherë ka qenë edhe mashtirë Ramazani, po edhe veç do pleq rinia ma nuk tash dhor Zoti po vinë shumë të ri, edhe të shkollës fillore, edhe të mesme. Shumë Ramazan i lehtë, edhe krahazu me atëherë, kena prashit, kena kosit, në kohët Ramazanit edhe kena mojt. Ai shton se përveç adhurimit, ajo që ka bërë këtë muaj të veçantë janë takimet dhe iftarët e përbashkëta. Me akraba në për iftara, besa edhe xhamiat kanë organizuar, edhe kështu populli, njëni të tjetri, meq, vllazënillak, që ty pak në ka bashkuar Ramazani se për ndryshe na largu pak të shku me tarme. A Ramazani pak në ka vit, atë të thirrë njëni tjetrin. E ndjenja që mbizotron në fund, sipas tij është e dyfisht. Kem gëzim edhe kemi edhe që na shkoj, edhe kem gëzim që vjen Bajrami. Kjo ndjenje përzierë reflektohet tek shumë besimtarë. Teksa Ramazani largohet me qetësi, Fitër Bajrami afrohet si festë gëzimi, por pa e fshirë mallin për muajin që i bashkoi më shumë se kurrë.